të më prekin mua. Asun, mos më lejon edukata. Nëse mua nuk më gëzon miri, azici miri mua të më prekin. Unë nuk e kam për edukat, as për dëshirë. As për dëshirë, as për edukat nuk e kam. Bravo, po nuk e kam as për dëshirë, as për edukat. Edhe unë s'kam as dëshirë, as edukat. Nuk e di unë. Ti nuk e di, atë edhe unë nuk e di. Edukatën tate se kam pa. Edukatën falë shumë, po unë edukatën tate se kam pa. Ka shimet, kërkoj shumë falë, edukatën tate nuk e kam pa. Më vjen shumë keq të them përpara me edukatën tate nuk e kam parë. Kaq. Asun, ti s'ke parë edukatën time, të të vi shumë turp miri. Nëse ti miri, okej, o miri, nëse ti s'do kishe parë edukatën time, po se të shpella ti the Selin, nëse t'kam ofenduar unë dal nga shtëpia tani. Pse? Pse? Ma thuj pse? Nëse ti s'ke parë edukatën time, ma thuj pse pra? Pse the ti, nëse unë kam ofenduar, dëgjoj pyetje. Po ma the pra? Cila është pyetja? Ajo pra, pse më the mua më fal kur të kam ofenduar? Jo, pyetja ishte, pse erdhe ti mbas diskutimit ton për thënë Selin, unë kërkoj falje, nëse ti e prek shumë, o më thuaj tani, unë do dal nga shtëpia tani. Pse e the ti këtë? A jam unë e pa edukat? Pse erdhe ti me kërku falje përpara meje? Atëre ke bëri pyetje apo 10? Sa po po? Unë do bëj sa të dua, unë për sa kohë ti nuk e guxim të dalësh përpara meje për të diskutuar akuzat tua të turpshme. Unë përgjigje ta kam dhënë përgjigje. Kush ka qenë përgjigja? Cila është përgjigja? Përgjigja ka qenë kjo, që nëse ti e ke perceptuar ose je ndjer e fyer nga ajo gjë që të kam thonë unë, atëherë unë të kërkoj ndjes për këtë gjë. Kaq, edhe dal nga shtëpia tani. Se s'ta kam thënë për këtë arsye, edhe ke thënë, okej. O mirë, po pra, për shqipërinë nga ana jote, kur ti ke pasi